Mrama, aktivist, aktiv i koalicionit Vlen, i dashur kryetari i ardhshëm i Bogovinës, Feti Abazi, dashur lider Vlenit, Zek, Bilal, dashur kryetari i shtabit Adnan, ministra, zëvendës ministra, drejtor, zëvendës drejtor, funksionar të shumë, Mrama gjithve. Knatësit jemi në këtë salë, teksa vinim këtu, Fetiju më tha, do e shini. Fetiju e paska projektuar këtë salë, dhe duke parë madhështinë e saj, bukurinë e kësaj sale, mund paramendoj se çka do bën Fetiju me komunën e Bogovinës. Foli pak Zeka, Adnani, në lidhje me opozitën tonë. Kemi një opozitë që ka humbë fijen. Kemi një opozitë që nuk ofron asnjë zgjidhje. Një opozitë që fyen, një opozitë që nuk kontribon në parlament qoftë edhe me një iniciativë të vetme, këto 5-16 muaj sa jemi në qeverisje, një opozitë që është destruktive sa s'ka. Nisën në fillim, thanë këta bien për 1 muaj, për 3 muaj, natyrisht nuk ndodhi, vazhduan me të njëjtën, duke na dhënë afatet një pas njëshme, dhe na sulmuan shumë pika me propagandë. Sepse, si që tha Zeka, po mduket, kur i pyet ata dhe mbështetësit e tyre, se si u deshqiptarizuan institucionet, nuk kanë asnjë përgjigje. E tha Zeka, 2300 punësime, 700 avancime. Ne kur hynëm në institucione, i gjetëm shqiptarët në përzyre, në përpodrume atje, pa asnjë adresë politike që ishte kujdesur për ta, për 23 vite me radhë, në pozitat më të ulta të mundshme, dhe çka bëm ne, me njëherë, është që dham lista për avancime të shqiptarëve, të cilët e kanë edhe përvojën, edhe kualifikimin për të udhëhequr me institucione. Këtë e kemi bërë në çdo resor. Dhe është te jetë e këndshme, te jetë falenderuese, qasja e këtyre njerëzve, kur vinë dhe të falenderojnë dhe të thonë, ma në fund erdhi dikush që po kujdeset për ne si shqiptar mrena institucioneve. Na thanë po ashtu, nuk e bani asnjëherë ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Unë i kam pri ati procesin qeveri dhe për 6 muaj punë kemi kry një punë që ata nuk e kanë bërë për 23 vite. 23 vite ka qenë e paraparë si pas marrëveshjes së Ohrit që kjo punë të rregullohet me ligj, sepse është një nga shtyllat e marrëveshjes. Në vend se të rregullojnë këtë punë me ligj, ata dolën para disa viteve dhe thanë pjesa normative e marrëveshjes së Ohrit është përmbyll. Tash ne jemi parti e gjelbër, tash jemi ne parti që promovon pajtimin shqiptaro-sërb, ani se nonat kosovare ende nuk i kanë fëmijët e tyre të masakruar nga kjo Sërbi e Vučićit. Këta njerëz e banë Ballkanin e hapur, këta njerëz sollën edhe banka sërbe me aksionen ta. Adnani e shtroi një pyetje, e shtroi një dilemë, tha si mundet me ndodh kjo? Përgjigjja është e thjeshtë, Adnan, dhe përgjigjen unë do ta ilustroj me bisedën që e patëm me Albinin pasi u largua Taravari. Albini tha mos u korruptoni, sepse kush korruptohet përfundon te Serbia, mu si këta. Tash për pjesën e punëve të shumta që kemi bërë, Zeka foli, u investuan 82 milion për 15 muaj në komunat me shumicë shqiptare. Nga një shumë prej gjithse 209 milion, apo 1/3 në pjesën shqiptare në vendin tonë. Investime që nuk kanë ndodhur kur më përpara. Edhe ata kanë investu shumë, ama ata kanë investu në përmendore të Sarlazarit. Ata kanë investu në projektin Shkupit 2014 të Mjalkovit dhe të Gruevskit, për cilën ende nuk kanë dhënë llogari. Fakt kanë dhënë llogari parafërsisht, sepse Artan Grupi tashmë është në listën e zezë, po më thonë që e ka lëshu mjekrën edhe ende të ande si kaçak nga vendin vend. Ne i rritëm edhe pensionat, i rritëm edhe rrogat e policëve, arsimtarëve, personelit mjekësor e kështu me radhë, po këtu pjesën e pologut për herë të parë në qeverisjen e këtij vendi, që nga pavarësia do investohen 74 milion euro në Tetov. E kemi këtu drejtorin, i cili më sqaroi që është duke u përgatitur për ndërtimin e klinikës së re në Tetov.
74 milion euro. Kur ka pas kësi investime në kohën e BDI-s? 40 në Kërçov, po ashtu premtim 40 vjeçar në vendin tonë. Premtim 23 vjeçar i BDI-s së Ali Ahmetit, i cili është vetë nga Kërçova. Nuk ka i Zotit ta bën një spital, nuk ka i Zotit bën as kanalizimin për fshatin e tij, sepse i kanë vjedh parët. Edhe aty i kanë vjedh parët. E kanë sjell një kompani nga Azerbajxhani, a ku e di nga ishte, a Kelik e ka emrin për ato që duhen ta dinë, dhe bashkë me Artan Grupit i kanë vjedh parat e kanalizimin në Zajas, i ka lënë bashkë fshatarët e tij, familjen e tij pa kanalizime. Mun vjen marrë kur dal para juve, para qytetarëve tonë në çdo komunë të vendit. Problematikat janë njëjta. S'kemi ujë të pishëm, nuk kemi kanalizime, nuk kemi shkolla, nuk kemi qerdhe. Kjo është e turpshme. Mun vjen me të vërtet turp të dalë dhe të premtoj gjëra të tilla që janë problematika mesjetare, për mos thonë të antikuitetit. Roma i ka zgjedhur këto probleme para 2600 viteve, ne në vitin 2025 duhet dalim para jush dhe të kërkojmë votë për kanalizim për ujë të pishëm. Kjo është mjerim. Mun ka rënë çetit në shumë vende të botës, punën time paraprake, kryesisht në Afrikë, nga Senegali deri në Afrikë të Jugut, dhe më vjen keq që jemi në këtë nivel zhvillimi. Jemi në këtë nivel zhvillimi sepse një parti na ka marrë aty. Një parti nuk ka investu asnjë cent komunat shqiptare, sepse qëllimi i tyre i veshëm ka qenë që të banë multimilioner, dhe janë banë multimilioner. Mirë po dënimin tash e kanë marrë, janë në opozit, do vazhdojnë të qëndrojnë aty në opozit, dhe ne do ta bëjmë ndryshimin në çdo komunë. Në çdo komunë me shumicë shqiptare, koalicioni Vlen do fiton BDI-n. Për Fetiun s'kam çka flas. Puna e tij, karriera e tij, ndershmëria e Fetiut është për t'u lavdruar. Ju e njihni më mirë se unë madje si vendas të tij, dhe unë ju bëj thirrje që me 19 tetor me një zë të gjithë ta votojmë Fetiun, ta votojmë listën e këshilltarëve komunal që e ka ndërtuar koalicioni Vlen, dhe t'i japim fund këtij aksidenti që ka ndodhur në Bogovinë. Bogovina nuk ka qenë asnjëherë në anën e BDI-s, aty ka ndodhur një far aksidenti që duhet të rikthehet. Duhet të rikthehemi në normalitet, duhet që njerëzit e ndershëm, njerëzit punëtor, njerëzit e dëshmuar, t'i prind ndryshimit në këtë komunë dhe në të gjitha komunat ku garojmë si koalicion Vlen. Faleminderit të gjithëve.